Lajmi tragjik që tronditi opinionin publik, Ledion Liço reagon me një mesazh ngushëllues për gjestin dhe familjen e tij. Një ngjarje e rëndë ka tronditur ditën e sotme zonën pranë fshatit Qungur, ku si pasojë një aksidenti rrugor ka humbur jetën në vend Eldion Kelmendi, vllai i fituesit të edicionit fundit të Big Brother Albania Gjestit. Lajmi ka shkaktuar dhimbje të madhe tek familja, miq dhe ndjekësit e spektaklit, të cilët kanë dërguar mesazhe ngushëllimi për këtë humbje të parakoshme. Moderatori i njohur i Big Brother Albania, Ledion Liço, ka ndarë publikisht dhimbjen përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram. Ai shprehu ngushëllimet e tij më të sinqerta Gjestit dhe familjes Kelmendi, duke theksuar se është thellësisht i tronditur nga kjo tragjedi, i trishtuar nga ky lajm i kopshëm për një familje të bukur që vetëm pak muaj më parë festonte gëzime. Bëhuni të fortë sepse këtë do të donte edhe ëngjëlli juaj, ka shkruar Ledion Liço në Insta Story. Ngjarja e rëndë ka prekur thellë opinionin publik, veçanërisht fansat e reality show-t, të cilët kanë shprehur solidaritetin e tyre me Gjestin në këto momente të vështira. Humbja e një të riu në rrethana të tilla e ka kthyer ditën në një ditëzie për shumëkënd që e ka njohur apo ndjekur nga afër këtë familje dhe sidomos fansat e Gjestit.